Ishte një ditë e zakonshme pranvere në qytetin e vogël shqiptar, ku njerëzit kishin mësuar të jetonin me ritmin e tyre të përditshëm. Qendra tregtare e qytetit ishte mbushur me zhurmën e fëmijëve që luanin pranë dyqaneve, të rinjve që shëtisnin duar për dore dhe të moshuarve që ulur në karriget e kafeneve vëzhgonin çdo gjë që ndodhte rreth e qartë. Por ajo ditë, ashtu si shumë ditë të tjera, do të ndryshonte jetën e disa familjeve përgjithmonë. Dy vajza, Ana dhe Elira, 10 dhe 12 vjeçe, ishin shkuar për të kaluar pasditën së bashku. Prindërit e tyre u ndan disa metra larg, të mbushur me shpresën se vajzat e tyre do të shijonin një çast të thjesht lumturie, pa menduar për rreziqet që fshiheshin pas çdo buzëqeshjeje të dukshme të jetës. Ana, më e vogla, ishte e qeshur dhe e turpshme, gjithmonë e përpikt me rregullat dhe frikë nga çdo papritur. Elira, më e madhe dhe më kurioze, e kishte një natyrë aventuriere dhe shpesh e tërhiqte motrën e saj në lojra të vogla që mund t'i dukeshin të rrezikshme për një njeri të vogël. Në atë pasdite, kur dielli fillonte të zbardh hijet e gjata mbi rrugët e qytetit, Ana dhe Elira u ndan nga prindërit e tyre për të parë lodrat në një dyqan të vogël brenda qendrës tregtare. Ato ishin kaq të përqendruara tek dritaret me lodra, saqë nuk e vun re një çift të panjohur që i ndiqte me vëmendje. Çdo prind në qytet kishte mësuar të ishte i kujdesshëm, por askush nuk mund ta imagjinonte se një ndodhi kaq e tmerrshme do të kishte ngjarë mes dyqaneve të qendrës tregtare. Kur prindërit e kuptuan se vajzat nuk ishin më aty, paniku filloi të përhapej si zjarri në një copë druri të thatë. Dyqanet u mbyllën për një çast dhe njerëzit nisën të kërkonin kudo. Por Ana dhe Elira ishin zhdukur. Asnjë shenjë, asnjë gjurmë, vetëm një heshtje që rëndonte mbi qendrën tregtare. Policia u thirr menjëherë, por informata që erdhën nga kamerat e sigurisë nuk treguan shumë. Pamjet ishin të pasakta dhe fytyrat e atyre që i morën vajzat nuk mund të identifikoheshin qartë. Familjet e tyre nuk u ndalën. Çdo ditë, çdo muaj, çdo vit, ata shpresonin se vajzat do të ktheheshin. Por koha kalonte dhe shpresa dukej se po shuhej. Miqësitë u shkatëruan, marrëdhëniet familjare u tensionuan, dhe qyteti i vogël u mbush me thashetheme dhe frikë. Çdo fundjavë, prindërit qëndronin pranë dyqanit ku vajzat u zhdukën, duke thirrur emrat e tyre në një përpjekje të dëshpëruar që dikush të dëgjonte. Në mënyrë të papritur, pas plot 40 vitesh, një hetim i ri i autoriteteve në bashkëpunim me agjencin ndërkombëtare çoi në zbulimin e një të vërtetë të tmerrshme. Vajzat nuk ishin zhdukur rastësisht. Ato ishin rrëmbyer dhe mbajtur larg nga familjet e tyre për dekada. Çdo vit që kalonte, Ana dhe Elira u rritën në kushte të ndryshme, duke ndjekur një rrugë të panjohur që askush nuk mund ta imagjinonte. Zbulimi filloi me një rast të thjeshtë. Një telefonat anonime që tregonte vendodhjen e një shtëpie të braktisur në një fshat të largët, ku u gjetën dokumente dhe fotografi të vajzave të reja që tregonin për jetën e tyre larg shtëpisë së lindjes. Dokumentet treguan se vajzat ishin pjesë e një rrjeti kriminal që merre me trafikimin e fëmijëve. Një rrjet që kishte funksionuar në heshtje për dekada, duke shfrytëzuar dobësinë e qyteteve të vogla dhe mungesën e sigurisë. Çdo dokument ishte një copëz e historisë së tyre, një kapitull i fshehur që prindërit kur nuk mund ta imagjinoni. Ana dhe Elira, të ndara në moshë të hershme nga njëra tjetra, kishin kaluar jetën duke u munduar të mbjetonin në një botë që nuk ishte e tyre. Elira ishte detyruar të punonte në kushte të vështira për të mbajtur një rreth të vogël njerëzish që e kishin rrëmbyer, ndërsa Ana ishte vendosur në një tjetër qytet ku kishte mësuar aftësi të ndryshme për të mbjetuar. Kur autoritetet arritën të bashkonin copëzat e historisë, prindërit e tyre u përballën me një realitet që nuk mund ta imagjinonin. Vajzat e tyre, tashmë gra të rritura, kishin jetuar një jetë të plotësisht të ndarë nga familja, secila duke u përballur me sfida të panumërta dhe duke ruajtur në zemrat e tyre kujtimet e fëmijërisë së shkuar. Pas zbulimit të shtëpisë së braktisur dhe dokumenteve që tregonin fatin e Ana dhe Eliras, policia dhe hetuesit filluan të grumbullojnë çdo informacion të mundshëm. Çdo fotografi, çdo letër, çdo shënim i vogël ishte një copë e historisë së harruar. Por ndërsa dokumentet tregonin vendodhjen e tyre, gjithçka tjetër mbetej e paqartë. Si kishin kaluar këto dy vajza 40 vitet e fundit? Elira, vajza më e madhe, kishte zhvilluar një karakter të fortë dhe të kujdesshëm. Ajo kishte jetuar për disa vite në një qytet të largët, nën kujdesin e një familje që e shfrytëzonte, por që i kishte siguruar gjithashtu elemente bazike të mbjetesës. Ajo kishte mësuar të fshihej, të lexonte njerëzit dhe të mbjetonte çdo ditë të re si një sfidë të re. Megjithatë, në brendësitë të saj, kujtimet e fëmijërisë dhe ëma e saj qëndronin gjithmonë të gjalla. Çdo fotografi që gjendej, çdo letër e harruar, ishte një dritare drejt së shkuarës që i mungonte. Ana, më e vogla, kishte kaluar një rrugë tjetër.
Ajo ishte vendosur në një qytet tjetër, larg nga motra dhe familja e saj. Kishte mësuar aftësi të ndryshme për të mbijetuar. Gatuante, pastrohej dhe shpesh ndihmonte fëmijët e tjerë që ishin në rrezik të ngjashëm. Ajo nuk kishte harruar kur motrën e saj dhe shpesh në ëndrat e saj shfaqej e lira, duke i mbajtur dorën në heshtje gjatë ditëve më të errëta. Kur autoritetet bënë të mundur kontaktin e parë me vajzat, ato u shfaqen të rezervuara dhe të friksuara. Kjo ishte e kuptueshme. 40 vite larg familjes, duke u mësuar me realitete të vështira dhe me njerëz që nuk ishin të tyre, kishte krijuar një mburojtje të fortë të frikës dhe mosbesimit. Por ndërsa ditët kalonin dhe bisedat filluan, kujtimet e fëmijërisë, të qeshurat dhe lojrat e vogla, nisën të shfaqeshin gradualisht. Prindërit, të moshuar tashmë dhe të raskapitur nga dhimbja e mungesës, nuk e besonin ende atë që po ndodhte. Çdo telefonat, çdo takim i mundshëm ishte një përzierje emocioni. Lumturi, dhimbje, zemërim dhe frikë. Ishte një sfidë e vërtet për ta të rikuperonin kohën e humbur. Dita kur do të takoheshin personalisht ishte një ditë që e kishin ndërruar për dekada. Ata imagjinonin çdo moment, nga përqafimi i parë deri te lotët e heshtur që rridhnin pa ndalë. Por edhe për Ana dhe Elira, ribashkimi nuk ishte i thjeshtë. Çdo ndjenjë e sigurisë së fituar gjatë 40 viteve, çdo zakon i krijuar për të mbijetuar, tani duhej të përballej me një realitet krejt të ri, familjen e lindjes. Fillimisht, ato ishin të hutuar dhe të rezervuara, të shqetësuara se dashuria e përjetshme e prindërve mund të ishte një iluzion. Por kujtimet e hershme, ngrohtësia e shpirtit dhe vetëdia se nuk ishin harruar kurrë, filluan të çajnë barrierën e frikës. Një nga momentet më të ndjera ishte kur Ana dhe Elira ulën përballë prindërve në shtëpinë e tyre të dikurshme. Një shtëpi që kishte mbijetuar gjithashtu ndryshimeve të qytetit dhe kohës. Lotët rridhnin pa pushim, dhe çdo fjalë që thoshin ishte një përzierje me shpresës dhe dhimbje së përjetuar. Na munguat kaq shumë, tha Elira, ndërsa Ana e mbështeti kokën në supin e nënës. Kjo ishte vetëm fillimi i një rrugtimi emocional të gjatë. Pas 40 viteve të humbjes, prindërit dhe vajzat duhet të mësonin të njohin njëra tjetrën përsëri. Çdo histori, çdo kujtim, çdo plagë e fshehur duhet të trajtohej me kujdes. Por pas gjithë asaj dhimbjeje, një ndjenjë jashtëzakonshme e rikthimit dhe dashurisë filloi të lulëzojë në familjen e rikombinuar. Jeta e Ana dhe Eliras pas rrëmbimit ishte një udhëtim i gjatë dhe i dhimbshëm, ku çdo ditë ishte një luftë për mbijetesë dhe ku fëmijëria e humbur ishte gjithmonë një kujtim i largët që digjej në brendësinë e tyre. Elira, vajza më e madhe, u vendos në një qytet të largët, ku një familje e panjohur e mori nën kujdes, por më shumë si shfrytëzim se sa dashuri. Ajo ishte vetëm 12 vjeç kur filloi të kuptonte natyrën e vërtetë të atyre që e kishin rrëmbyer. Çdo ditë ishte një sfidë. Të ngrihej herët në mëngjes, të bënte detyrat e shtëpisë për familjen e saj të panjohur, dhe të mësonte se si të fshihej nga çdo rrezik i mundshëm. Megjithatë, karakteri i saj i fortë dhe një ndjenjë e brendshme drejtësisë e bënin të mos dorëzohej kurrë. Në moshën e adoleshencës, ajo filloi të mësonte aftësi praktike, kuzhinën, pastrimin dhe menaxhimin e rrethanave të vështira. Por më shumë se kaq, ajo mësoi të kontrollonte emocionet e saj, të mos besonte shpejt askujt, dhe të mbante kujtimet e fëmijërisë të gjalla në zemër si një thesar të fshehur. Ana më e vogla u vendos në një qytet tjetër, larg motrës së saj dhe larg çdo njohje të familjes. Ajo ishte 10 vjeçe dhe fillimisht e friksuar, por shpejt mësoi se si të mbijetonte. Një vajzë e fortë dhe e zgjuar, Ana filloi të ndihmonte të tjerët që ishin në rrezik të ngjashëm. Ajo bëri miqësi të rralla dhe të çmuara me fëmijë të tjerë të rrëmbyer, dhe së bashku krijuan një rrjet mbrojtjeje të vogël ku mund të ndihmonin njëri tjetrin. Megjithatë, edhe pse ishte e rrethuar nga kujdesi i njerëzve që e mbajnë, ajo nuk mund të harronte motrën e saj. Çdo natë, ëndrat e saj ishin të mbushura me imazhin e Elirës, duke i dhënë forcë për të kaluar sfidat e ditës. Gjatë viteve, Ana dhe Elira zhvilluan aftësi të veçanta për të mbijetuar, përqendrimin, durimin dhe aftësinë për të lexuar njerëzit. Por çfarëdo aftësie që fituan, një pjesë e tyre mbeti gjithmonë e lidhur me të kaluarën. Ata kujtonin lojërat e fëmijërisë, shëtitjet në parkun e qytetit dhe bisedat e qeshura me prindërit. Këto kujtime u bë një burim energjie dhe shprese, një dritë e vogël në errësirën e gjatë të rrëmbimit. Kur filluan hetimet e autoriteteve pas 40 vitesh, vajzat u përballën me një dilemë të brendshme të jashtëzakonshme. A duhet të besonin se mund të ktheheshin tek familja e lindjes, apo të ruanin botën e tyre të fituar, ku kishin mësuar të mbijetonin pa askën tjetër? Për të dyja, ishte një betejë mes frikës dhe shpresës, mes së kaluara e dhimbshme dhe e tashme e paqartë.
Një moment i veçantë ndodhi kur Ana dhe Elira u ftuan për të parë shtëpinë e dikurshme ku kishin jetuar si fëmijë. Një ndjenjë pazakontu përhap. Çatit e vjetra, dritaret e thyera të kujtimeve të hershme, dhe zërat e qytetit që kishte ndryshuar, por që ende mbante aromat të së kaluarës. Ishte një përzierje emocionesh, mall, dhimbje dhe një dëshirë e thellë për t'u rikthyer. Në këtë pjesë të jetës së tyre filluan të kuptonin se rikthimi nuk ishte vetëm fizik, por edhe emocional. Ata duhej të rihidhnin lidhjet me prindërit, të rikuperonin marrëdhëniet me qytetin, dhe të përballeshin me realitetin e një bote që kishte vazhduar pa ta. Çdo hap i tyre ishte i vështirë, çdo bisedë me hetuesit ishte një sfidë, por fuqia që kishin fituar gjatë këtyre dekadave i bëri të qëndrueshme dhe të vendosura të mos dorëzoheshin. Dita e takimit të parë të Ana dhe Eliras me prindërit e tyre kishte ardhur. Qyteti që dikur kishte qenë i mbushur me kujtime fëmijërie për ta tani duke i huaj dhe i madh. Çdo rrugë, çdo qoshe, çdo hije duke i sëruante sekretet e së kaluarës së tyre. Por ndërsa makinat ndalonin pranë shtëpisë së dikurshme, një ndjenjë e papërshkrueshme u përhap brenda tyre. Një përzierje mes frikës, shpresës dhe dëshirës për t'u kthyer në vendin ku gjithçka kishte filluar. Kur dera u hap, prindërit qëndronin aty të moshuar nga vitet, por të mbushur me një dashuri të pacenuar për vajzat e tyre. Sytë e tyre u mbushën me lot, dhe çdo fjalë që donin të thoshin ngeci në fyt. Ana dhe Elira, të mbledhura së bashku për të gjetur forcë tek njëra tjetra, ndjen një çast të çuditshëm. Koha dukej sikur kishte ndaluar dhe gjithçka përveç këtij momenti u zhduk. Fillimisht frika dhe dyshimi e mbuloi Eliran. Ajo ishte mësuar të mbjetonte vetë, të mos varej nga askush. Çfarë do të thoshin prindërit pas 40 viteve mungesë? A do të kuptonin dhimbjen dhe vuajtjen që kishin kaluar? Por kur nëna e saj u afrua dhe e përqafoi ngadalë, një ndjenjë ngrohtë e çlirimi dhe e përkatësisë përshkroi trupin e saj. Lotët rridhnin pa kontroll, duke shuar çdo frikë të ngulitur në zemër. Ana, më e vogla, ishte e shqetësuar për mënyrën se si do të pranonte prindërit e saj jetën që kishte krijuar gjatë largimit. A do të kuptonin motrën e saj dhe mënyrën e saj të mbijetesës? Por kur i pa sytë e babait, të mbushur me lodë dhe dhimbje të përjetuar, ajo ndjeu një lidhje të paprekshme që kur nuk ishte shuar. Përqafimi i parë ishte i gjatë, i ngrohtë dhe i heshtur. Një heshtje e plot, por që foli më shumë se çdo fjalë. Për familjen, ky moment ishte një shpërthim emocionesh. Prindërit shihnin vajzat që kishin humbur kaq gjatë, dhe ndjenin çdo vit të mungesës si plagë të hapura në zemër. Çdo kujtim i fëmijërisë së tyre, çdo ngjarje e harruar, u rikthye menjëherë. Ata ndjen se pas 40 viteve dhimbjeje, pjesëza e familjes ishte rikthyer në vendin e saj. Por rikthimi nuk ishte pa sfida. Vajzat kishin ndryshuar, karakteri dhe përvojat e tyre ishin formuar nga vitet e vuajtjes dhe mbijetesës. Elira ishte bërë një grua e fortë, e pavarur dhe me një kuptim të thellë të botës, ndërsa Ana kishte zhvilluar ndjeshmëri dhe forcë të brendshme që e kishte ndihmuar të përballonte çdo rrezik. Familja tani duhet të gjente një mënyrë për të harmonizuar këto ndryshime me dashurinë e tyre të vjetër dhe lidhjen që kishte mbetur e pacenuar. Ditët pas ribashkimit ishin të mbushura me sfida dhe përpjekje për përshtatje. Bisedat e para ishin të vështira, nganjëherë të dhimbshme, sepse kujtimet e së kaluarës nuk ishin të njëjta. Por çdo moment i kaluar së bashku, çdo përqafim dhe fjalë ndar, ndihmonin të rikrijonin lidhjen e humbur dhe të çonin drejt një ardhmeje ku familja mund të ishte përsëri e plot. Ditët pas ribashkimit nuk ishin të lehta. Qyteti që dikur kishte qenë i njohur për Ana dhe Elira tani ishte krejtësisht i huaj. Ndërtesat kishin ndryshuar, rrugët ishin të rinovuara dhe fytyrat e njohura kishin ndryshuar ose ishin zhdukur. Çdo hap që bënin në këtë qytet i kujtonte kohën kur ishin të vegjël, por gjithashtu i përballonte me realitetin e ndryshuar. Komuniteti i vogël kishte dëgjuar për zhdukjen e tyre, dhe lajmi i rikthimit pas 40 viteve u përhap si rufeja. Fqinji i parë që i pa, mbushi syt me lot dhe nuk mund të përmbante emocionet. Shumë nga fqinjet e vjetër ishin të habitur dhe disa nuk e besonin. Disa ende mbanin kujtimet të fëmijërisë së Ana dhe Eliras. Lojërat në obor, udhëtimet në park dhe momentet e lumtura që ishin harruar për breza. Por rikthimi në komunitet nuk ishte i lehtë. Vajzat, të rritura në kushte krejt të ndryshme dhe të përballura me një botë të ashpër gjatë rrëmbimit, përjetuan një ndjenjë të fortë të izolimit. Ndonjëherë ndiqeshin me sy të çuditshëm dhe shikimet e njerëzve që nuk i njihnin nga afër ishin të vështira për të përballuar. Elira shpesh ndjente një tension të brendshëm kur fshihte ndjenjat e saj të frikës dhe mosbesimit. Ana, e ndjeshme dhe e kujdesshme, ndjente nevojën për të qetësuar motrën dhe për të ruajtur një pjesë të stabilitetit të tyre.
Prindërit u përpoqen të krijonin një rutinë të re. Mëngjeset kalonin në biseda të qeta dhe ndihmë për kujdesin e shtëpisë, ndërsa pasditet shpesh kalonin duke shëtitur qytetin, duke vizituar vendet që i njihnin dhe duke u përpjekur të krijonin kujtime të reja së bashku. Për çdo hap që bënin, ndiheshin të lidhur më shumë dhe të fuqizuar. Por sfidat emocionale nuk mungonin. Një moment vendimtar ishte kthimi në shkollë për të rikthyer ndjenjen e normalitetit dhe për të ndihmuar vajzat të ndërvepronin me fëmijët e rinj të komunitetit. Ky ishte një hap i guximshëm për Eliran dhe Anan. Të përballeshin me bashkëmoshatarët, të kuptonin ndryshimet dhe të ndanin historinë e tyre me një shikim të kujdesshëm. Ndonjëherë dikush shikonte me ngazëllim dhe simpati, por ndonjëherë edhe me dyshim. Vajzat mësoheshin gradualisht se nuk mund të prisnin të gjithë të kuptonin dhimbjen dhe forcën e tyre. Pasditet shpesh kalonin në biseda të gjata me prindërit, ku kujtimet e së kaluarës, pyetjet e pasgjidhura dhe ndjenjat e fshehura dilnin në pa. Çdo ditë ishte një përpjekje për të mësuar të njiheshin përsëri, për të mbajtur motrën pranë dhe për të kuptuar se dashuria e familjes kishte mbijetuar çdo vit dhe çdo dhimbje. Megjithatë, brenda sfidave dhe përpjekjeve për përshtatje, një ndjenjë e fortë shprehse filloi të lulëzoj. Një ndjenjë e forcës së bashku, e lidhjes së rikthyer dhe mundësisë për të ndërtuar një të ardhme të re së bashku. Çdo ditë ishte një hap më afër normalitetit, por edhe një hap më afër pranimit të së kaluarës së tyre të dhimbshme. Në këtë pikë, Ana dhe Elira filluan të kuptonin se jeta nuk mund të kthehej në atë që ishte para 40 viteve, por mund të ndërtohej një ardhmë e re, ku dashuria dhe lidhja e familjes do të ishin udhërfyesi i tyre. Pas javësh të tëra rikthimi në qytet dhe ndërveprimi me komunitetin, Ana dhe Elira filluan të përballeshin me thelbin emocional të traumës që kishin përjetuar. Çdo gjest i zakonshëm i familjes, çdo fjalë thënë me dashuri, përshkonte një çarje të brendshme që ato nuk e kishin menduar se ekzistonte. Për dekada kishin mësuar të mbjetonin pa askënd, të kontrollonin emocionet dhe të fshinin çdo shenjë të dobësisë. Tani çdo shtrëngim duarsh, çdo përqafim ishte një sfidë. Njëkohësisht ngrohtësia dhe dhimbje, e shkuara dhe e tashmja përplaseshin në brendësinë e tyre. Elira shpesh u gjendej duke mbajtur heshtjen, duke i parë sytë e prindërve dhe duke menduar për vite që kishin kaluar larg tyre. Çdo kujtim i fëmijërisë, çdo moment humbjeje, çdo gjest i vogël që kishte munguar, kthehej në emocione të forta që ndonjëherë bënin të ndjehej e pafuqishme. Ana, më e ndjeshme dhe intuitive, shpesh ndjente vuajtjen e motrës dhe përpiqej të krijonte një stabilitet të përbashkët, të sigurojë që lidhja mes tyre të mos thyhej nga dhimbja. Prindërit nga ana e tyre përballeshin me një ndjenjë të përzier. Gëzimi pafund për rikthimin e vajzave dhe dhimbje e madhe për vitet e humbura. Ata e kuptonin se ndonse vajzat ishin fizikisht të rikthyer, traumat e tyre nuk mund të zhduken brenda natës. Çdo bisedë ndjer, çdo përpjekje për të ndërtuar përsëri besimin, ishte një hap i vogël drejt pajtimit emocional. Një nga momentet më të ndjera ishte kur Ana dhe Elira vendosën të vizitonin vendet e fëmijërisë së tyre. Shkolla ku kishin mësuar, parku ku kishin luajtur dhe dyqani ku ishin zhdukur. Për secilën, çdo vend ishte një kujtim i dhimbshëm dhe i ëmbël njëkohësisht. Ata ndjenin mungesën e një kohe të humbur, por gjithashtu shikonin mundësinë për të ndërtuar kujtime të reja. Në ndërkohë, komuniteti filloi të luante një rol të rëndësishëm në procesin e tyre të rikthimit. Fqinjet dhe të njohurit e vjetër ofronin mbështetje, por gjithashtu dhe hapësirë për të përshtatur gradualisht. Disa njerëz ende shikonin me dyshim, por Ana dhe Elira e kuptuan se nuk mund të kontrollonin perceptimin e të tjerëve. Ajo që mund të bënin ishte të rindërtonin jetën e tyre dhe të riafirmonin lidhje me familjen. Ditët kalonin, dhe Ana dhe Elira filluan të ndjenin një stabilitet të ri emocional. Për herë të parë pas 40 viteve, ndjen se nuk ishin vetëm përballë sfidave, por kishin një rrjet mbështetës që përbëhej nga familja, motra dhe komuniteti. Ata filluan të flisnin hapur për të kaluarën, për vuajtje dhe frikërat e tyre. Dhe çdo fjalë ndarë ishte një hap i madh drejt shërimit emocional. Ky proces, megjithatë, ishte vetëm fillimi. Traumat nuk zhduken shpejt. Ato kërkojnë kohë, durim dhe dashuri të vazhdueshme. Por për Ana dhe Elira, çdo hap i vogël drejt pajtimit, çdo përqafim dhe fjalë ndarë, ishte një dritare e re shprese, një shans për të krijuar një jetë ku e kaluara nuk përcaktonte gjithçka, por ku dashuria dhe lidhja me familjen mund të ishin udhërfyesi një të ardhmeje më të ndritshme. Pas muajsh qëndrimi në qytetin e tyre të lindjes, Ana dhe Elira ndjen se jeta po u jepte një mundësi të dytë. Por edhe kjo mundësi kishte koston e saj. Të dyja kishin kaluar gati 4 dekada në një realitet tjetër, larg njerëzve, larg qytetërimit që njihnin dikur.
Tani, çdo rrugicë, çdo fytyrë, çdo aromë sillte ndjesinë e një bote të re dhe të vjetër njëkohësisht. Një mëngjes, Ana vendosi të dilte vetëm. Ishte hera e parë që ndaheshin që nga momenti kur ishin rikthyer. Eci nëpër bulevardin kryesor, ku dikur kishte blera kullore me babain. Sot, gjithçka ishte ndryshe. Ndërtesa të larta, lokale moderne, njerëz që ecin me nxitim. Vetëm një kafene e vogël, me emrin Agimi, kishte mbetur po ajo. Brenda një burr plak me flokë të thinjur, po lexonte gazetën. Kur e pa Anën, ngriti syt dhe për pak sekonda u ngrir në vend. Ti je? Ana? Pyeti me zë të dridhur. Ana u ndal, e hutuar. Ishte i njëjti shitës që dikur i kishte dhënë çokollatat e preferuara. Zoti i lirë, tha me habi. Ai u ngrit dhe e përqafoi me lot në sy. E dija që një ditë do të ktheheshe. Nuk e lash kafenet asnjë ditë pa menduar për ju. Ky takim i thjesht e tronditi Anën. Ishte dëshmia që ajo kishte ekzistuar për dikë tjetër, që kujtimi i saj nuk ishte shuar. U kthye në shtëpi me sytë e lagur dhe e lira, sapo e pa, e kuptoi menjëherë se diçka e rëndësishme kishte ndodhur. Një njeri të kujtonte, tha Ana duke qeshur mes lotësh. Një njeri që s'kishte harruar. Kjo ndjenjë e kujtimit dhe pranimit u bë forca e tyre. Filluan të marrin pjesë në aktivitetet e komunitetit. Elira nisi të punonte si vullnetare në një qendër për fëmijë të braktisur, ndërsa Ana ndihmonte në bibliotekë. Të dyja kuptuan se mënyra më e mirë për të shëruar veten ishte të ndihmonin të tjerët. Por ndërkohë media dhe rrjetet sociale vazhdonin t'i kërkonin. Ishin bërë simboli një historie tronditëse, dhe çdo ditë dikush i ndiqte për një intervistë apo dokumentar. Prindërit përpiqeshin t'i mbronin, por ishte pamundur t'i shmangeshin plotësisht syrit publik. Në një intervistë televizive, Ana tha diçka që preku miliona shikues. Kur dikush rrëmbehet, nuk humbet vetëm trupi. Humbet besimi, kujtesa, fëmijëria. Por nëse ekziston dashuri dhe durim, gjithçka mund të rilind. Pas kësaj, shumë njerëz u lidhen me to. Disa ishin familje që kishin humbur fëmijët, të tjerë ishin viktima që kërkonin kurajo. Elira dhe Ana u kthyen në zëra të fortë kundër rrëmbimeve, duke ndihmuar në ngritjen e një fondacioni për fëmijët e humbur. Ishte mënyra e tyre për të dhënë kuptim dhimbjes. Por edhe pse jeta e tyre po merrte një drejtim të ri, në netët e qeta ankthi nuk mungonte. Kishte ende ëndra të këqija, zgjime të befta, frikë nga hapat në korridor. Ana ndjente se shpesh po kthehej në atë vajzën 10 vjeçare që kërkonte ndihmë në errësirë, ndërsa Elira, më e fortë në dukje, ruante brenda saj një mall të hidhur për vitet e humbura. Një natë, duke parë albumet e vjetra familjare, Elira u kthye nga prindërit dhe tha: "Ju humbët 40 vite të jetës son, por ne nuk do humbasim asnjë ditë tjetër." Premtoi. Ata u përqafuan, 4 zemra që rinin me një ritëm të ri. Ritmin e një familje që kishte humbur gjithçka, por që kishte mësuar të rilinte nga hiri së shkuarës. Dritarja e dhomës mbeti hapur atë natë. Era përplaste perdet lehtë, sikur të sillte një frym paqeje të vonuar. Dhe për herë të parë, pas shumë vitesh, Ana dhe Elira ndjen se kishin gjetur jo vetëm shtëpinë e tyre, por edhe vetveten. Rikthimi i Anës dhe Elirës kishte hapur një plagë të vjetër në qytet. Një plagë që askush nuk e kishte guxuar të prek për 4 dekada. Por ndërsa motrat përpiqeshin të rindërtonin jetën, hetuesit e çështjes së tyre, tani pjesë e një ekipi të posaçëm për krimet e vjetra, po punonin ditë e natë për të zbuluar të vërtetën që kishte mbetur nën hije. Një dosje harruar në arkivat e policisë, me shënimin zhdukja e motrave Kodra 1985, Uriha. Në të ishin raportet e vjetra të dëshmive, fotografi bar dhe zi nga dita e zhdukjes dhe një listë emrash që dikur ishin marrë në pyetje. Midis tyre një emër u përsëri disa herë. Mark Prenga njëroje sigurie në qendrën tregtare, që kishte dhënë dorëheqjen vetëm 2 ditë pas ngjarjes. Në atë kohë nuk kishte pasur prova kundër tij, dhe rasti ishte mbyllur si i pasgjithshëm. Hetuesja e re e rastit, Arta Leshi, e cila ishte vetëm një fëmijë kur vajzat ishin zhdukur, ndjente një ndjenjë të thellë detyrimi. "Ky është rasti që do e çoj deri në fund", tha ajo para ekipit të saj. Pista e parë çoi në një fshat të braktisur në Veri, ku Mark Prenga kishte jetuar pas largimit nga Tirana. Banorët e pakët e zonës e përshkruan si njeri të heshtur, që kishte mbajtur gjithmonë një shtëpi të mbyllur, me dritare të mbuluara me llamarina. Kur policia bastisi shtëpinë, gjeti një sasi të madhe sendesh të vjetra, lodra, fustane fëmijësh, gazeta të prera me lajme për zhdukjen e motrave. Në një dhomë të errët u gjet një ditar. Faqet e tij ishin të mbushura me shkrime të çrregullta, të përziera me fjalë pa kuptim dhe emrat Ana dhe Elira.
Ishte dëshmia që mungonte prej vitesh. Ai kishte qenë rrëmbyesi, hetuesja Arta e lexoi me kujdes çdo faqe. Nga fjalët e përqarta, kuptohej se Marku nuk kishte vepruar i vetëm. Një grua e përmendur vetëm si zonja e kishte qenë bashkëpunëtore. Ajo që kishte siguruar strehën ku mbaheshin vajzat për disa vite. Në të njëjtën kohë, në shtëpinë e familjes Kodra, Ana kishte filluar të kujtonte fragmente të turbullta nga e kaluara. Një dhomë me perde të kuqe, një aromë të rënd parfumi, një grua që i fliste me butësi por me sy të ftohtë. Ajo ishte, tha Ana një mbrëmje, duke i treguar Elirës. Ajo që na vishte, na jepte ushqim, por nuk na linte kur të shinim dritën. Kur Arta dëgjoi për shkrimin, gjithçka u lidh. Zonja e ishte Merita Kodra, motra e larguar e babait të vajzave, e cila prej vitesh jetonte jashtë vendit. Tani gjithçka merrte kuptim. Rëmbimi nuk ishte qenë rastësor, por i organizuar brenda familjes. Motivi: trashëgimia e një prone të madhe që babai i vajzave kishte në periferi të qytetit. Në atë kohë, Merita kishte shfaqur xhelozi dhe pretendime ligjore, por pa sukses. Pas zhdukjes së vajzave, babai i tyre i shkatëruar nga dhimbja, u largua për vite nga vendi dhe pasuria mbeti në administrimin e kushërinjve të saj. Kur u përball me faktet, Merita, tashmë një grua 80 vjeçare, jetonte në Itali. Policia shqiptare kërkoi ekstradimin e saj. Në intervistën e parë me autoritetet italiane, ajo nuk pranoi asgjë, por sytë e saj nuk mundën të fshehin frikën. Unë i shpëtova ato vajza nga një fat më i keq, tha ajo ftohtë, por hetuesja Arta ja ktheu me qetësi. Ju i rëmbet për të ndëshkuar vëllain tuaj, dhe i dënuat për jetën. Kur lajmi u publikua, vendi u trondit. Historia e motrave Kodra nuk ishte më vetëm një tragjedi personale. Ishte bërë simboli padrejtësive që mund të fshihen për dekada në nënheshtjen e njerëzve. Ana dhe Elira nuk morën pjesë në gjyq. Zgjodhën të mos e shihnin fytyrën e rrëmbyeses së tyre. Ne nuk duam hakmarrje, tha Elira për median. Ne duam paqe. Gjyqi zgjati disa muaj. Merita Kodra u shpall fajtore për rrëmbim dhe trafikim njerëzor, por për shkak të moshës së saj nuk u burgos. Ajo përfundoi në një qendër kujdesi, e harruar nga të gjithë, ndërkohë një letër që ajo la pas në dosjen e saj personale arriti në duart e Anës dhe Elirës. Ishte shkruar me dorë, me shkronja të dobëta. Ju nuk ishit kur fëmijët që doja të dëmtoja. Unë doja t'i jepja një mësim vëllait tim, por u humba në errësirë. Më falni nëse mundeni. Ana e lexoi me duar që i dridheshin. Elira ja mori letrën, e palosi ngadalë dhe vendosi në sirtarin e fundit të dhomës. Disa falje vinë shumë vonë, tha ajo. Por megjithatë në atë moment të dyja ndjen një ndjenjë të çuditshme lehtësimi. Jo sepse kishin marrë drejtësi të plotë, por sepse e vërteta ishte zbuluar më në fund. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, e kaluara mund të lihej pas. Në mbrëmjen e fundit të dimrit, teksa dëbora mbulonte rrugicat e qytetit, Ana dhe Elira qëndruan në pragun e shtëpisë së tyre. Duke parë drita që ndizeshin një nga një, e shikon? Tha Ana duke buzëqeshur lehtë. Po, ju përgjigje Elira. Tani më në fund, kemi dritë në fund të errësirës. Pas gjyqit dhe zbulimit të plotë të së vërtetës, jeta e Anës dhe Elirës mori një kthes të re. Nuk ishte më jeta e vajzave të humbura, por jeta e grave që mbjetuan. Megjithatë, fama që morën pas zbulimit të historisë së tyre nuk ishte gjithmonë e lehtë për të përballur. Disa i konsideronin heroin, të tjerë shikonin me mëshirë, ndërsa disa më të paktët, por më të zhurmshmit, i akuzonin për heshtje ose për dramatizim të historisë. Ana dhe Elira kishin mësuar të mos i përgjigjeshin askujt. Ato kishin kaluar një jetë duke u përballur me gjykime dhe frikë. Tani, e vetmja gjë që dëshironin ishte të jetonin në paqe dhe të jepnin kuptim plagëve të tyre. Në pranverën që pasoi gjyqin, motrat morën një vendim që do të ndryshonte rrënjësisht jetën. U kthyen në qendrën tregtare ku dikur kishin humbur. Ishte rikonstruktuar plotësisht, por për ta mbetur një kujtim i ngrirë në kohë. Në vendin ku dikur kishte qenë hyrja e vjetër, ato vendosën një pllak përkujtimore me mbishkrimin: për çdo fëmijë që u zhduk pa gjurmë, mos heshtni kurrë. Ky gjest u bë simboli një fushate kombëtare për kërkimin e fëmijëve të humbur. Ana dhe Elira, së bashku me hetuesen Arta, krijuan fondacionin Drita e Humbur, i cili synonte të ndihmonte familje që kërkonin të afërmit e tyre dhe të mbështeste viktimat e rrëmbimeve. Që nga ajo ditë, jeta e tyre mori një kuptim të ri. Elira u përfshi aktivisht në aktivitete publike, mbante fjalime në shkolla, në organizata ndërkombëtare dhe në konferenca për të drejtat e fëmijëve.
Ana, më e qetë dhe më reflektuese, u mor me terapinë e artit. Pikturonte kujtimet të fëmijërisë së humbur, dhimbjen, shpresën dhe rilindjen. Puna e saj u ekspozua në një galeri të vogël në Tiranë, ku çdo pikturë mbante një histori të vogël nën të. Në një nga pikturat e saj më të njohura, Dritarja e mbyllur, shihej një vajzë e vogël që shikonte nga një dritare ku dielli nuk hynte dot. Në fund të ekspozitës, Ana kishte shkruar një shënim. Disa dritare mbyllen për dekada, por drita gjen gjithmonë një mënyrë për të hyrë. Familja Kodra, e lodhur por e bashkuar, nisi të rindërtonte marrëdhënie. Babai i tyre, tashmë i moshuar dhe me shënde të brisht, i shikonte vajzat çdo ditë me një ndjenjë të përzier mes gëzimit dhe faji. Ai ndjente se kishte dështuar në detyrën e tij për t'i mbrojtur, edhe pse nuk kishte qenë faji i tij. Një mbrëmje teksa dielli perëndonte mbi oborrin e vjetër, ul pranë tyre dhe tha: "Kam kaluar vite duke u rryer veten që s'ju gjeta, por tani e kuptoj se Zoti më la gjallë që t'ju shoh përsëri. Dhe kjo mjafton." Lotët rridhnin pa zë. Ishte një moment pajtimi që as fjalët nuk mund ta përshkruanin. Në të njëjtën kohë, historia e motrave ndikoi thellë në shoqërinë shqiptare. Ligjet për rastet e rrëmbimeve dhe për trajtimin e krimeve të fëmijëve u ndryshuan. Media, që më parë ndonjëherë kishte sensacionalizuar historinë, filloi të trajtonte çështjet e zhdukjeve me ndjeshmëri dhe përgjegjësi. Por më i rëndësishmi nga të gjithë ishte ndikimi tek njerëzit e zakonshëm. Çdo nën, çdo baba që kishte humbur dik, filloi të ndjente shpresë. Ishte si të thoshte vetë jeta: edhe pas 4 dekadash, drita mund të kthehet. Një natë vere, në një eveniment humanitar që mblodhi 10 familje që kishin kaluar të njëjtën dhimbje, Ana mbajti një fjalim që preku zemrat e të gjithëve: ne nuk jemi viktima. Jemi dëshmi se shpresa nuk vdes. Mos harroni kur të kërkoni, edhe kur të tjerët ju thonë se është tepër vonë. Ne jemi gjallë për t'ju kujtuar këtë. Të pranishmit u ngritën në këmbë dhe për disa minuta salla u mbush me duartrokitje dhe lot. Kur nata ra dhe gjithçka u qetësua, Elira dhe Ana qëndruan në balkonin e hotelit. Duke parë dritat e qytetit poshtë, Elira, tha Ana: "A mendon ndonjëherë çfarë do të ishim sot nëse s'do të ishim rrëmbyer?" Elira buzëqeshi lehtë: "Ndoshta vajza të zakonshme, por jeta nuk na deshi të zakonshme, na deshi të forta." Ana uli kokën, e mbështeti te kraharori i motrës dhe tha me zë të ulët: "Dhe tani më në fund, jemi në shtëpi." Era e lehtë lëvizi flokët e tyre, ndërsa në horizont agonte një mëngjes i ri, një mëngjes pa frikë, pa heshtje dhe plot me dritë. Mbrëmja kishte rënë mbi fshatin që tani përmendej si fshati i mallkuar. Asnjë dritë nuk digjej në shtëpinë e madhe që dikur mburrej me pasuri, me hardhi të varura e me aromën e trëndafilave në obor. Tani gjithçka kishte vdekur me të, me vajzën që deshi pasurinë më shumë se jetën, më shumë se nënën, më shumë se shpirtin e saj. Në qelinë e erët të burgut, Era rinte ulur në qoshe. Sytë e saj ishin shuar. Kishin kaluar 2 vjet që prej asaj nate kur policia e gjeti të rrëzuar mbi trupin e Dajës, duke bërtitur si e marr. Nuk doja të vdisni. Doja vetëm pronat, fjalët e saj ishin regjistruar në proces verbal. Por askush nuk kishte dashur t'i dëgjonte më. Për njerëzit ajo ishte një përbindësh, një vajzë pa ndjenja që kishte vrarë nënën dhe Dajën për lakmi. Por në heshtjen e burgut, brenda saj diçka po ndryshonte ngadalë. Çdo natë ajo dëgjonte zërin e nënës në ëndër, një zë i butë i trisht që e pyeste: "Pse bi? Pse s'mu mjaftove me dashurinë?" Në fillim Era bërtiste dhe godiste murin, por më vonë filloi të qante. Çdo natë, lotët i përzjeni me kujtimet e asaj që kishte humbur. Nënën që e kishte mbajtur në krah, shtëpinë që e kishte djegur me duart e veta, shpirtin që nuk mund ta pastronte më një ditë. Drejtori i burgut e thiri në zyrë. "Era, ke një letër," i tha ai, ajo e mori me duar që i dridheshin. Ishte letra e nënës së saj, e shkruar pak para se të vdiste, e gjetur në shtëpinë e vjetër. Në të shkruhej: "Bi, nëse ndonjëherë kjo letër bie në duart e tua, dije se të kam falur që para se të më dëmtoje. Nën nuk urren kur. Kam frikë për ty, jo për veten. Lutem që një ditë të kuptosh se pasuria është hi, e dashuria është frym. Mos lejo që hiri të mbuloj frymën tënde." Era mbeti pa frym. Lotët i ran mbi letrën e vjetër dhe për herë të parë në jetën e saj, ajo u përkul dhe u lut. "Nën, më fal," pëshpëriti. Pas 2 muajsh, ajo kërkoi të punonte në bibliotekën e burgut. Filloi të lexonte libra për faljen, për mëkatin, për pendesën. U bë një nga të burgosurat më të qeta dhe më të respektuara. Por brenda saj, dhimbja se linte të qetë. Çdo herë që lexonte një fjali për dashurinë, i dukej sikur e dëgjonte nënën të buzëqeshte.
Një mëngjes, Era u gjet pa ndjenja në qelinë e saj. Një helm i ngjashëm me atë që dikur kishte përdorur për të tjerët. Tani ja kishte mbyllur syt për gjithmonë. Në tavolinë kishte lënë një letër të fundit. Nën, po vi tek ti. Nuk dua më prona, nuk dua më jetë pa shpirt. Dua vetëm të më përqafosh si dikur. Në varrezat e fshatit, askush nuk donte ta varroste. Vetëm prifti i moshuar që e kishte pagëzuar vite më parë e mori përsipër. Ai tha, edhe mëkatarët kanë të drejtë për prehje. Në varrin e saj mbi dheun e freskët, ai vendosi një degë trëndafili të bardhë. Kjo ishte vajza që e shiti shpirtin për pasuri, por e gjeti shpëtimin në fund përmes faljes. Dhe që prej asaj dite, çdo pranverë mbi varrin e Erës qelin trëndafila të bardhë, ndërsa në atë të nënës trëndafila të kuq. Si të donin të tregonin se dashuria dhe pendesa në fund gjen gjithmonë rrugën për t'u takuar.